O, TikToku! A mo qa mo bëm? Qa është ke? Po shëndetje TikToku, po qa TikToku, po qa kjo me? U qmena! Qa ke marrë ekspres të riti? Ka marrë kështu për cappuccino. Blokuar, shifi qik, shifi që në tjere të tërë. Cappuccino është modeli funit kjo 2026-ës. Shive? A man mërë së të u qmena mërë. Ta shiko, e di se është problemi? Gjdo motor është me kilometra me orë punë e tjere tjere. Gjdo gjë duhet servisohet në kohën e durë. Pra, me ardhen e verës, motorat nxjerrin dhe problemet e tjera që kanë me problemet e temperaturës. Ky motor është 125 kubik, është i vitit 2012, e ma X-Max, e kemi thënë që X-Max ka probleme me temperaturën për arsye sepse duhet servisohet, të ndrohet antifriza në kohën e durë, të shplatëre, detrore etj etj. Në këtë fazë që ka ardhur ky radiator, me këto llumë që ka brenda, me këtë bllokime që ka brenda, kjo ka dalë jashtë funksionit totalisht për arsye sepse duke qenë se kohët e punës dhe orat e punës dhe kilometrat që ka ky motor normalisht e kanë nxjerrë jashtë përdorimit. Në rastin konkret, ne do t'i vëjmë radiatorin e ri, ky është radiatori origjinal i X-Maxit. Do t'i vëjmë radiatorin e ri, do t'i bëjmë pompën e ujit, do t'i bëjmë të gjithë shërbimet përkatëse, do shplahet komplet linja e ujtit që motori të ketë një ftofje sa më të mirë, edhe pse është verë, ftofja do jetë persistente dhe do jetë shumë e mirë. Pra, tek Ultimoto kemi thënë të herë tjera që operojnë vetëm me pjesë origjinale, nuk është çdo gjë pjesa e lekut tek motori, sepse nëse keni marrë një motor të tillë, duhet kuptoni që shërbimet janë ato që motorin e mbajnë gjallë, pjesa e vajt, antifrizë etj, duke qenë se motori është një bashkësi sistemesh që veprojnë dhe kundër veprojnë me njëri tjetrin. Ndaj, ju lutem, kujdes se ku shkeni dhe kujdesuni për mjetin tuaj, për vaj, për ujë në periudhën e verës, sepse motorat skuter kanë xhiro shumë dhe motorat që kanë xhiro të larta djegin, konsumojnë edhe vaj. Faleminderit.